Mos e qartë. Nga ana tjetër, mund të themi të gjithë institucionet e varësisë që ju drejtoni, zoti ministër, kanë një listë tjetër, po përpilojnë një listë tjetër, apo kanë indicie të qëndësishme, jo vetëm në protestë, por edhe individ të tjerë që janë të rrezikshëm apo janë persona me rrezikshmëri të lartë për qytetarët dhe rendin dhe sigurinë në vend, që mund të shpallen më tej non grata? Alba, unë e thashe pak më herët, më lejoni ta ritheksoj. Çdo javë, unë kam në tryezën time me 10 kërkesa që vinë nga agjencitë e zbatimit ligjit për masa ndryshme proaktive për parandalimin e formave të ndryshme të krimeve, përfshi krimin e organizuar, krime të rënda dhe ato të natyrës terroriste. Kështu që patjetër kjo është një punë dinamike që vjen dita ditës dhe nëse koincidon që persona të tillë, qoftë të përfshirë në krim të organizuar, në krime të rënda, në mashtrime dhe shantazhe që u bën qytetarëve shqiptarë, ku është dokumentuar që u janë vjelur të ardhura përmes skemave të ndryshme edhe në rrjetet online. Edhe forma të tjera shumë serioze të kërcënimeve që paraqiten për Republikën e Shqipërisë. Dhe nëse qëllon që këta persona marrin pjesë krahas aktiviteteve të tyre të përditshme, sigurisht thash të rrezikshme, marrin pjesë dhe në protestë, kjo nuk do të thotë që ne duhet stepemi, detyra jonë është bëjmë zbatimin gërm për gërm të ligjit, sepse në fund ditës, pa dallim të nuancave apo situatave të ndryshme politike, policia e shtetit duhet jetë në krye të detyrës dhe të mbrojë qytetarët shqiptarë dhe pa u stepur as nga presioni publik që mund të krijohet dhe ngjyrimet e ndryshme që mund vijnë, por patjetër kjo është detyra ime, kjo është detyra e qeverisë shqiptare, për këtë jemi besuar dhe mbi të gjitha prevalon interesi publik, interesi kombëtar. Zoti Lamallari, dhe si pjesë integrale e qeverisë shqiptare, por edhe si ministër i brendshëm, besoj që ke ndjekur me vëmendje valën e protestave, ndërkohë që ditën e djeshme shënuar dita 27 e reagimit qytetar. Do më bësh një koment për këtë protestë, si shihet nga ju si individ, si ministër, por edhe nga Partia Socialiste? Se duket se është permanente dhe protesta dhe ka një shpeshherë katkurrje, por janë të minimizuara dhe duket se vazhdon të jetë në mënyrë permanente pjesëmarrja në shesh. Absolutisht, ne kemi thënë edhe më herët, në fakt ne vlerësojmë shqetësimet e sinqerta të çdo protestuesi, mendimin ndryshe, sugjerimet që ata vinë, por ajo çfarë është shumë e rëndësishme është që të dallojmë mes asaj çfarë ndodh sot dhe çfarë ndodhte në shkruar. Të protestojë në këtë vend, jo shumë vite më parë, ishte shumë e rrezikshme. Në kuptim të minimalisht të pasojave që vinin për personin dhe familjarët e tij në raport me vendin e punës që ata mbanin, në raport me problemet me policinë që kishin në mënyrë abuzive apo edhe me deri në fatalitetin. Tu në Tiranë kanë humbur 4 jetë pafajshme pikërisht për shkak se protestuan si qytetarë të thjeshtë. Jo në mënyrë të kundërligjshme dhe duke shprehur mendimet e tyre ndryshe. Por sot qytetarët mund të protestojnë lirisht, por nga ana tjetër nuk duhet bien pre e agjendave të caktuara që janë kundër interesit kombëtar dhe rasti që unë kam marrë zyrtarisht si vendimare është pikërisht dëshmon këtë, nuk mund të përdoren kundra interesave të tjera të cilat nuk e dëshirojnë përparimin e Shqipërisë, suksesin e Shqipërisë, sigurisht dhe fakti që kjo protestë ka bërë jehon ndërkombëtare, askush nuk mund ta mohojë, që lidhet pikërisht me faktin që në këtë projekt është angazhuar familja e presidentit të Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Sigurisht edhe kjo është përdorur për qëllime të caktuara nga çështje të caktuara dhe kurse si nuk ka të bëjë me atë çfarë realisht përfaqëson këtu. Prandaj duhet ndarë cili është reagimi qytetar, reagimi i drejtë, i lishëm, shqetësime të sinqerta dhe duhet dalluar qartë, duhet pranuar që ka edhe interesa të tjera të cilat duan të përfitojnë nga kjo situatë, të shfrytëzojnë Shqipërinë si shesh për të bërë agjendat e tyre, të cilat kurse si nuk i shërben vendit tonë, sidomos në këtë momente ku ne jemi në prag të mbylljes së negociatave në nivel teknik dhe urojmë shumë shpejt edhe për çeljen e fazës më kritike që është ajo politike, edhe këtu kërkohet sigurisht një vigjilencë shumë e lartë dhe një nivel i theksuar diplomacie që ne të bëjmë të mundur brenda një kohe shumë shkurtër dhe brenda vitit 2030 të jemi pjesë e familjes evropiane.